Mblidhet shtabi i emergjencave në Shkodër. Vendorët e quajnë të vonuar këtë mbledhje, por nga ana tjetër nuk vonojnë të listojnë problematikat me të cilat përballen njësitë e tyre vendore. Bërdica ka vujtë shumë për ujit, për përmytjeve, por na duhet mi marrë masë ma përpara. Është shumë e domosdoshme ndërhymja në pronin e Bërdic Madhe. Kalojnë gjithë banorët, kalojnë ndëq për shkollë, fëmija, ndëq për çdo gjë, ala dremset sa vu dorë të e provë. I kërkej prefektit dhe drejtorit të emergjencave si të vendore sa më shpejt, si mas këtë pritës dhe rrezikun ndaj katastrofës që ishte më mbledhje. Mbledhja duhet mu bë një kohë më të mirë, jo kur bjen shi o burra çona që do na me bë. Unë kam disa probleme se komuna ku unë përfaqësoj ka një territor për 50 km2. Vetëm një kësaj rrallë janë pastru një përqindje shumë e vogël e këtyre kanaleve. Ka 24 vjetë si ka prej kush se me ardhë, me bëj projekt, një kanal 2-3 km, me të bëj 500 metrë, me thonë e kam bëj punën, kjo nuk është realizim projektit. Fatmirësisht rreshet e 24 orëve të fundit, megjithse intensive, nuk kanë shkaktuar probleme në qarkun e Shkodrës, me përjashtim të ndërprerjes së energjisë mbrëmjen e së martës për disa orë në hidrovorin e Velipojës.